përndarjen e Parlamentit Kosovës, që mendoj që është absolutisht shumë i ngutshëm, dhe jo veç i ngutshëm, por edhe shumë i dëmshëm, sepse edhe në vendimet të tilla, sepse në veçanti vendimet të tilla, pa u shterë edhe disa përpjekje politike me krejt subjektet relevant politik, janë të dëmshme për vendin edhe janë, në fakt, e kanë rreziku edhe rendin kushtetues, e kanë rreziku edhe rendin juridik të vendit tonë, dhe jemi në një situatë kur ndoshta është fjalë e madhe me thonë është një post kushtetues edhe juridik, por jemi afër kësaj situate në një kohë kur bota është në krizë madhe, në kohën kur Kosova do duhej me mençurinë më të madhe të ishte shumë kompakte, të ishte shumë e përbashkuar për të dalë balë krejt kësaj situate që është në botë, sepse direkt apo indirekt kjo gjithsesi ndikon dhe ka për të ndikuar edhe në vendin tonë, dhe ne e kemi luksin e krejt botës me u marrë me këto përplasje deri në mosdorim maksimal, dhe në përplasjet cilat vendin po e shojnë në një situatë që mund tjetë edhe më keq se që është. Fatkeqësisht, por këta janë politikanë tonë, kjo është klasa politike, fatkeqësisht, e cila erdhe me pretendimet mëdha se është një klasë e re politike, se është një klasë me vizion të ri politike tjere tjere, në fakt është veç një klasë politike me një ambalazh të ri, por me një përmbajtje shumë herë më degraduese dhe më devalvuar se sa që ishen krejt klasa tjera politike para tyne. Ne jemi në situatën kur kemi devalvimin dhe degradimin më të madh, edhe politik, edhe shoqëror, në këtë periudhë kohore, kur do duhej realisht dhe objektivisht do duhej të ishim në nivelet më të larta, edhe të qeverisjes, edhe të politikës, të bërit politike, tjere. Një politikë formale, ose një politikë e cila pushtetin e ka zot, dhe nuk një shtetin, që pushtetin e përdor si qëllim të vetë vetës, dhe jo për interesat shtetit, jo për interesat këtij populli, qytetarëve të saj, atëra jo, as nuk është politikë, as nuk është Kështu isheni ju liderët aktual që pushtetin e kanë zot, para zgjidhash? Unë e shoh kështu. Ne kemi të bëjmë me dy figura politike, s'kam qef me përdor fort termin figurë, po me dy personalitete politike, që njëri është mashtruesi më i madh në historinë politike të Kosovës, dhe tjetra është profiterja më e madhe, di me thonë përfitues, po e them profiterja më e madhe në historinë politike të Kosovës. Pra këta i kemi në kry të vendit. Referoni Kurti Osmanit. Albin Kurti, po. Kryeministri Kurti dhe presidenti Osmani. Do të them ende presidenti, sepse ende është në ushtrim të detyrës së saj. Pse cilësoni Kurtin mashtrues dhe pse presidentën pothuajse dy anë të njëjtës medalje, ani pse kanë dallime kaq të mëdha. Sepse zonja Osmani është vetëm një përfituese e cila e din shumica e popullatës, por ndonjëherë krijohen disa lëvizje, disa fryma politike tjere, po ta marrim ftohtë, me kokë të ftohtë, dhe po ta marrim realisht për të analizu cili është kontributi për këtë vend. Asnjë nuk e gjen. Nuk e gjen asnjë kontribut. Për dallim, nuk e gjen që ka një ideologji, nuk gjen që ka vizion, nuk gjen që ka ndonjë kontribut për këtë vend e tjere, përveç ambicjes së smur, dhe këta janë smut për karrierë, për pushtet, përveç ambicjes së smur për pushtet. Për dallim që në këtë pikë Albin Kurti ndryshon, sepse ka ndërtuar një ideologji, i ka bërë me gjitha të do veprimet, mirat këqija, natyrisht unë jam kundër edhe asoj ideologjie dhe krejt aty në veprimeve që i ka bërë, po s'paku i ka bërë. Dhe tash kemi një përplasje mes tyne, që të dytë e kanë plotësuar një anë tjetrën për interesat të tyne, jo të Kosovës, jo të shtetit, jo të këtij populli të këtyre qytetarëve, që dy e kanë përplotësuar duke e shfrytzuar një momentum
një momentum politik, në të cilin aron politikat e mëhershme në një farë mënyre u devalvun edhe ata po ashtu maksimalisht, dhe e shfrytzuan atë farë periudhe politike, gjithnjë duke hedhë, si të themi, ide se jo, ne do të bëjmë këto, do të bëjmë ato, ato kanë qenë një populizëm i pastër politik, që nuk ka prodhu asgjë reale në ndryshimin e jetës së qytetarit Kosovës. Më falni, sot Kosova është me shtrejtim, është shtrejtu jeta 6% ma shumë. Me qenë 0.01% është tepër. Ka shku mbi 6%. Do më thonë jeta qytetarëve, jeta qytetarëve, do më thonë, është shumë më keq, po përkeqësohet, ndërsa këta i japën vetës luksin me bo përplasje në luftën e tyne për pushtet, duke harru që këtë vend ka shtet, duke rreziku, lutëm, po rrezikohen seriozisht funksionimi institucioneve vitale të këtij vendi, po rrezikohet seriozisht edhe vetë shteti. Do të flasim veçanti për këtë luftën për pushtet mes binomit Kurti Osmani, por fillimisht për këtë krizën e radhës, shihni se institucioni i presidentit të shtetit është shndruar vërtet në puro pazar politik në mes partive dhe ishte paralajmëruar që një krizë e radhës do të ndodhte, por megjithatë, për mënyrën se si është koncentruar vota, pra një subjekt politik ka larg më shumë vota se të tjerët, a shihni se do kishte mundësi të evitohej kjo krizë. Me këtë, le themi, strukturë votash si që është e përqendruar tani tek partitë politike, a ka pasur mundësi që të mos jemi në një situatë të tillë si që jemi sot? Mimoz, e para, Albin Kurti ka fitu 51% votave. Dhe është absurdi më i madh politik. Është e pakonceptueshme për secilin njeri normal. Mos me mri me kriju një kompromis për postën e presidentit. Mos me mri me kriju një kompromis me cilin do të krijon, do të zgjedhin një personalitet i cili pak a shumë përmbush kriteret e nevojshme për një president konsensual. Kjo është gabimi i pari madh, i pari që i takon Albin Kurtit. Barën më të madhe të përgjegjësisë ju e lini të Kurtit? Absolutisht, bara kryesore përgjegjësisë i bjen atij. Edhe me më pak përqindje të votave, edhe me më pak, do duhet të gjendej një konsensus për postën e presidentit. Me 51% është absurd i krejt absurdeve. Qysh nuk kam rri ky njeri me bo një konsensus, me krejt partit politike e tjerë, me bo një president ose presidente konsensual. Në këtë pik, naturisht, ka lojna, ka ndërskamsa, ka qka s'ka. Vetëm sinceritet dhe vetëm përgjegjësi, sepse kjo është përgjegjësi mbi të gjitha, nuk po shihet. Përgjegjësi e akterëve dhe faktorëve kryesor politik në këtë vend nuk është duke u pa. Opozita, që nuk është opozit, janë veç do grupacione politike, nuk është opozit. Kjo çka është duke reflektu sot e ashtu quajtura opozit ose parti politike që nuk janë